محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm Allahut i mbështetemi dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër besimtar, Allahu i madhruar ka krijuar çdo gjë që është e rëndësishme, çdo gjë që është e dobishme në trupin ton. Dhe është një organ teje i rëndësishëm, që ai nëse është në rregull, atëherë edhe trupi është në rregull. Por nëse ai nuk është në rregull, edhe trupi nuk është në rregull. Nëse ai është mirë, edhe trupi është mirë, e nëse ai organ është keq, edhe trupi ndjehet keq. Është fjala për zemrën. Dhe normal që çdo njeri prej nesh dëshiron me pas zemrën e shëndosh në aspektin fizik. Në aspektin fizik. Edhe për ata bëhen kontrolla të ndryshme, kontrolla të her pas hershme, kontrolla rutinore, me pas apo funksionon mirë. Kjo është në rregull. Është në rregull shumë, sepse njeriu kujdeset edhe për makinën që është hekur apo për diçka tjetër, e si mos më u kujdes për shëndetin që ja ka dhënë Allahu gratis. Normal që do të më u kujdes, me pas kontrolla çdo 6 muaj ose çdo një vit. Mirë po harrojmë nga një herë, të nderuar vëllezër, me kontrollu zemrën, a është rahat, a është mirë në aspektin e brendshëm apo në atë anën shpirtnore. Qysh është zemra në anën e brendshme? Mos ka ndonjë smuj. Mos e ka prek runa Zot, në i farë runa Zot, në i shenje hipokrizis e munafiklakut. Apo mos e ka prek në i shenje e shirkut, i dhujtaris. Apo mos është infektuar nga xhelozia, nga urrejtja, nga smira, nga inati, nga lakmia, nga kopracia, e shtoj edhe shumë të tjera që janë prej smundjeve të zemrës. Andaj, apo do në me ditë e ki zemrën e shëndosh, e ki zemrën e mirë, po normal. Edhe në dëshiroj, edhe ti dëshiron, edhe çdo njëri prej nesh dëshiron ta din, e ka zemrën e shëndosh, e ka zemrën rregull, rahat. Allahu i madhruar ka lënë disa shenja që tregojnë për shëndetin e brendshëm të zemrës tonë. Dhe janë disa shenja të qarta që nëse ti i ki, atëherë zemra është në rregull. Po nëse nuk i ki, dije se është duke vujt, është duke hjek. E para prej tyre të nderuar vëllezër besimtar, dhe kjo vlen për neve besimtarët musliman, a je duke ndjek kënaqësinë
e adhurimeve, ibadeteve që po i bën. Apo të kënaqet zemra kur po zgjohesh në mëngjes, edhe po merr abdes për me fal namazin e sabat, ndoshta do të më marr abdes edhe me ujë të ftohtë. Apo i kënaqshëm. Apo shijon namazin e sabat, ato 2 rekatet para farzit, sunetin e sabat. Apo të shijon në zemër, apo ndjen. Nëse e shijon kënaqesh me namaz sabat, edhe nëse del në xhami me xhamat, edhe për kundër temperaturave të ulta tash që i kemi, e kena me pas edhe ma të ulta në ditët, javët edhe muajt në vijim. E ti po kënaqesh në xhami aty. Edhe po e ndjen çka një freskim të trupit edhe të zemrës. Kjo është shenja e parë që ti duke çka e shiju namazin dhe zemra është e shëndosh. Kur po agjeron, a je të vujt, a je të kënaq me agjerimin tënë? Ja jem të kënaq, e në rregull është. Hjo sigur dikush i qërrohen syt, për me i qërru të nej me tym dohanit prap. Interesant. Po me agjerim nuk qërrohen syt, se dhe dikush mu kanë mshel syt, s'po sha. Jo, agjerimi është me ti qelë syt, se pa agjerim këtë gjatë mshel t'i kije. E kur gjenë agjerimi qka, ti qelë syt. Agjerimit përtrin, agjerimit këthen mrapa në shëndet, si më kur me ka një rinë ndjesh kur të agjerejsh. Se shumica e smundjeve trupore, fizike që i kemi vinë prej qka? Prej ushqimeve të pa kontroluara dhe prej ushqimeve të pa kohë dhe të pa vend. Nuk vinë smundjet në trup asë një herë për shkak të agjerimit. Për kundrazi largohen smundjet me agjerim. Edhe të ashtit, pendjen vetën shumë ma mirë kur pa agjeron, se tash prej të dielës na po hyna në muajin Rexheb, që është një muaj prej muajve të shejt. Një muaj prej muajve të shejt, muaj Rexheb. E tash fillojnë përgatitjet. Përgatitjet për çka? Për muajin e bekuar, për muajin Ramazan. Edhe fillojmë çka? Përgatitjet të lehta, me agjëruat hanet ejte, me agjëruat ditët e bardha, e kështu nga pak. Pastaj mas mujt Rexheb vjen muj Shaban, aty agjërojmë shumë a shumë. Jo komplet me agjëru muj Shaban, po shumicën e tij është mirë. E pastaj komplet e agjërojmë vetëm muajin Ramazan. Dhe nëse ky agjërimi i këtyre ditëve të Rexhebit dhe të Shabanit, e pastaj krejt ditë e Ramazanit, të bojnë me undje mirë, e përjeton kënaqësinë zemra, dije se zemra është e shëndosh. Kur po jep sadaka, apo ndihesh i çlirum dyqysh, apo ndihesh i relaksum, po, mirë është zemra. Valla kur po dha, met po mrin që ato i dhash 100 euro, pi moj met, se që të paret. Si ti mojsh met ato, dihesh që pas ka rok, smundja e zemrës që quhet kopracia në gjuhën popullore ta masharllaku. Wallahi, ai që don xhenetin, ai që don ahiretin, ato të pafundshme, absolutisht nuk mërzitet për këta të përkashme. Mirë po dikujt ju ka ndru venet, po i duket dynjaja e përjetshme, ndërsa ahireti i përkashme. O vllazën, investoni për këtu, jepni për këtu, sa keni me jetu këtu. E për atje sa keni me jetu atje. Andaj dijeni se ato që e investoni për Allah, edhe të bën me undje mirë, e me u kënaq, është prej shenjave të zemrës së shëndosh. Nuk ka ku me i përmen krejt adhurimet i badetet që i bën Allah. Apo i shijon që shtet populli, apo ja ndjen lezetin, kënaqësinë e tyne. Po, atëherë dije që zemra jote është në rregull, e ka një shejt fort. Sidomos tash po afrohemi ka Ramazani edhe me lexim të Kuranit mu përkatit. Se dikush mendon, sidomos tash që vijmë veç në Ramazan, xhamin mendojnë se Kurani do të më lexoj veç gjatë muajit Ramazanit, mja hiq lohnin e pastaj 19 muaj me lanë në raft edhe mos me lexoj. Kur po lexon Kur'an, çish po ndihesh? Do po thonë vallahi monim po vjen. Të vjen monim se s'ke bo shtrime hiç. E të pështillet goja, e të pështillen shkronjat, se s'lexon hiç kurr, veç në Ramazan. Jo, Kur'an çdo herë.
me caktue një pjesë Koranit, për shembull 4-5-8 minimumi për 24 orë. Edhe nëse i ndjeni shihen, kimi shtu, kimi bu prej 50, 6, 7, 8, 9, 10, kështu kime vazhdu. Kime u knaq. Qysh po knaqet dikush të pa filma, e dikush të pa futbolin, e dikush të pa emisionet dokumentare, e dikush runa zot knaqet të pa emisionet marris, e degenerimit, e turprimit, me ishti ato në shpe, dikush edhe që ato i këshyrë, knaqet, se zemra e smu që ato t'i promovën, a e stadoran Koranin, stadoran ligjeratën. E dyta prej shenjave që zemrën e kitë shëndosh është me pa veten a je i lidhur me Allahun, a e përmend shpesh Allahun, a bon dhikr shpesh, e përmend shpesh Allahun. Nëse ti e përmend Allahun, e përmend shpesh, dije që zemra është e shëndosh, dije se Allahu për të përmend, se vetë Allahu thot, fadhkuruni adhkurkum, më përmendni ju mua, unë ju përmendi juve. Para mendoje, e ke po dikush në dijet krenar, se i përmend e temni në lajme, a nështë i përmend e temni në lajme që ka vjedh, apo orrej me dikën, a moj do këtë interesant se ju përmend emni aty. Po tu ka përmend emni për keq, po edhe për mirë me të përmend lajme, qka është ajo interesant? Edhe me qitë kejt aty me foto, qka është interesant? Po të pa i ka 1 milion, 2 milion njerës, 3 milion. Interesant është me të përmend Allahu. Se kur e përmend te Allahu në vetmi, Allahu të përmend në vetmi kur o vetën. Kur e përmend te Allahu para njerëzve të devotshëm, para njerëzve të mirë, Allahu të përmend para Xhibrilit, para Mikailit, para Israfilit, para melekut të vdekjes e para melekëve të tjerë. Para mendo tash çfarë krijesa janë me lajket. E me të përmend Allahu para kujt? Para me lajkeve. Andaj çka muslimanët e mirë, muslimanët e devotshëm janë ata që përmendin Allahun, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pra besimtarët e vërtet janë ata që përmendin Allahun kur janë kam. E përmendin Allahun edhe kur janë ulën. E përmendin Allahun edhe kur janë të shtrirë apo kur janë në krah. E përmendin çdo herë Allahun. Sepse të nderuar vëllezër, me përmend Allahun nuk ka nevojë me qenë patjetër në xhami, nuk është patjetër me pas abdes, nuk është patjetër me qenë në rroba serioze, mund është edhe në trenerka, në farmerka, në pijama, gjithkohë përveç aty ku kryen nevojat fiziologjike, Allahu ju nderoft. Shumë kushtet, a dione me përmend Allahun, s'po di çish me përmend, o vllazën ma let nuk ka. Ka të sillesh, ka të enësh, subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kjo vlla i nderuar, kjo mas pari kënaq Allahun, pastaj është sadaka për ty që s'ki me dhon. Sepse disa kanë qef me dhon, po s'kan, e s'din qysh me bo sadak. Atëherë Allah ta ka mundsu për ty që si ke kushtet e mira ekonomike, me shpenzu rrugën e Allahut, ep sadak me gojën tane. Të thonë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tu i këshillu njerëzit për të mirë, tu i ndalu njerëzit prej të këqijave, tu i udhëzua, tu i drejtua njerëzit, tu i mësua njerëzit. Kjo është sadaka. E nëse ti e përmend Allahun, sidomos në ato kohët kur Allahu don mas shumë ti, siç është përmendja e mëngjesit, dhikri i mëngjesit, dhikri i mbrëmjes, dhikri mas namazeve. Çka është kjo nguti, çka është ky nxitim, si t'jepet selam drek, shumica përveç plezhve, veç me dal për jashtë. Shoqërit e na dyert e xhona po dalin shpejt. E dikun po jesin kam. Ikun sikur me ik pe zjamit, po çapo ik o vëlla. Angazhimet, çfarë angazhimesh? Çfarë angazhimesh? Shumë pak kanë angazhime. Shumica kanë angazhime të lehta, e pakica kanë angazhime në shtatranda. Po edhe nëse qohesh mas farzit, edhe pse nuk ka e preferuar, as e pëlqyer, atëherë përmend Allahun, bën edhe dhikrin pas namazit. Nëse s'monesh ulën me në xhami, bën edhe në kam, bën edhe në makinë, të vozit, po thot dikush, të llovi qytet. Po shumë mirë që është të llovi në qytet, se rrin 20 minuta, 30 vëllon, këndon pjesë pe Kur'anit, këndon suret që i din, i kryen ato, ja nis bën dhikr e përmend Allahun me tjetër sen, me dua me lutje të ndryshme. Ajo të lëvia
Në komunikacion është e dobishme vëllazni, mos e menoni veç keq. Shfrytëzojeni sa t'jeni aty në Tollovi 20-30 minuta me përmend Allahun te bareke ve taala. Pastaj kemi edhe ato përmendje tjera të Allahut, po këto janë më të rëndësishme. Dhe shenja e fundit që do ta përmendim për sot, të nderuar vëllezër besimtar, është që besimtari musliman sa herë që jepet mundësia me bo punë të mira, zemra e nxit, i thot një zot, bën e çdo të mirën, e bën e çdo të mirën, e bën. Dhe sa herë jepet mundësia me bën e të keqe, zemra i thot mos e bën, dije që zemra shëndosh. E nëse zemra të nxit, edhe të motivon, edhe të ahjeshon, edhe të shtyn ka gjunahet, është e smur, bën një kontroll më shpejt. Bile duhet kontroll emergjente. Me që atje në emergjencë ose atje në atë klinikën që janë për kujtesje intenzive, se është gati të alshën krejt, është unal, ajo që të nëzit vesh për keq. Andaj, testoje vetën her pas here me këto shenja, a i ki në regull, nëse këto e në regull, atëherë dhe zemra jonë është në regull, e nëse zemra është në regull, atëherë dhe trupi, edhe veprat, edhe fjalët, krejt do të jenë në regull. Allahu na ruajt, Allahu na ndihmoft, Allahu në punë të mira dhe të mbara na uzoft, zemra tona na i drejtoft, na i forcoft, na i shëroft, edhe në punë të mira dhe të mara çdo Allahu na bashkoft. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pastaj të nderuar vëllezër, është edhe një shenjë, edhe me këto po e përmbyllim inshallah taala, ka dhe shumë të tjera, po është edhe një shenjë e qartë që zemra është në rregull, është mirë në raport me Zotin, në raport me Krijuesin, pastaj është mirë edhe në raport me krijesat. Atëherë kur namazi është madhështor, është shumë i rëndësishëm në zemrën tonë. Çka do të thotë kjo? Mja dhon haku namazit, jo vesh me fal. Jo vesh me fal, qysh pe falin disa që kërkun nuk shkon në vllazën, veç pak mu krus, po do të mirë me u krus me ranë ruku. Edhe veç e bojnë një gjysëm ngritje, semi Allahu limen hamidet, të rek poshtë Allahu akbar, kërkun nuk shkon këtu. As është ky namaz. Aja ka pozitën e madhe në zemrën e besimtarit, e fal mirë, e fal nga dal, e fal sikur me qenë namazi i fundit. E fal namazin kohën e vetë edhe ku do që tjetë. E jo aty krejt musliman kë ngushtohet edhe sikur me dal me bona i punë të keqe del. Ku po shkon? Po shkoj po fal na çatje. Pse po dje morë që po shkon po falesh? Ose am fali jo, sa ata janë të këshyr aty, lajmet, a ku e dinë çka? Edhe ky ju kërkon falë si xhena, sikur me bona i fal xhenohi, apo më falni mua në pata me dal më fal. Jo, ju dilni anena, unë çto po falna. Allahu akbar. Falë çatë. Dikush po hatë në rrugë, pasë në rrugë mëre vllazni. Këtu të na diçka me bu me falë në rrugë me të zonë namazi, bile në autostradë, këtë këshyrin edhe tyt me buria me sfirena të thonë, heja, i tranua shka ki, e dini pse? Se na nuk pe madhrojmë që shdo të Zotin, na nuk pe avon pozitë namazit, e shkojmë pe Prishtinën për Zëren, edhe nuk nalëm i kërkon me falë namazit, se hajtë se falëm dikun tjetër, hajtë se falëm aty, hajtë se falëm kur të kthejmë, ku do që t'jesh, a je atje ndërtesën 20 kaçë 30 çat janë alt falë namazin. Normal kujdes mos po bën poshtë për të çafën, veç domethën pak maknena, dhe mos shko bash atje në çesh. Ai aty për shembull, se s'dia ka këtu në akademik. Ai në akademi të shkencave të arteve, po. Vjen koha namazit, për velo, merr abdes, falë namazin. Profesori universitar e kryet ligjëratën, shko merr peshkirin, merr abdesin, fshije peshkirin, dashur mos e fshi hiç. Falë namazin, po më shohin studentët, po le të shohin, studenti nderuar, koha e namazit, mes ligjëratave, s'ka nevojë me po aty drekë kindia kësha me jaci bashk. E dini që edhe në 2025 ka pyetje thotë, vallahi po më zak puna çështë jo të vozite, jam këtu, jam i angazhuar, çish më fal çtasëm ka me dreka ai kindia kësha me jacia. Këçë edhe sa bojnë leje çatë të pesta për një herë, me të një trame edhe kry namazet. Ku marrë ka 4 namaze, ai e ka në operacion. Se tash me konë në perim 10 orë aty normal t'i ku namazet. Atë ka hub vedia, jo s'm ka hub vedia. Atëherë qysh ka mundësi mi bashku 4 namazet?
Qysh ka mundësi? Andaj, nëse namazi është i madh, i rëndësishëm, edhe ti krenohesh me ta, e nuk tërpnohesh, atër dije që zemra është mirë, zemra është e shëndosh. Allahu na i bëft zemrat tona edhe tuajet prej zemrave të shëndosha. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.